A e dini që suksesi në jetë nuk varet shumë nga çka bëjmë me vetdia, sepse sjelljet ose veprimet tona shpeshherë janë të udhëhequr nga ndërdia ose subkonscienca jonë. Përshëndetje, njerëz të dashur, unë jam Rina Maja, një psikologe dhe coach. Sot do të mësojmë se si ta riprogramojmë trurin ton që të tërheqim dëshirat tona dhe ato gjërat që ne dëshirojmë. Pra, çfarë është ndërdia? Ndërdia është pjesa e fshet e mendjes, që ruan të gjitha kujtimet, të gjitha zakonet, të gjitha bindjet që ne i kemi, që ne i mësojmë gjatë jetës, edhe ato që ne nuk i mendojmë në atë moment, gjenden në ndërdijen tonë. Ndërdia jonë kontrollon shumë prej asaj që ne bojmë pa menduar, si frymarrja, si zakonet që i kemi, si bindjet, si reagimet tona. Pra mund të themi që mendja i ka dy pjesë, është vetdia dhe ndërdia ose subkonscienca. Dhe kjo pjesa tjetër, ndërdia, është shumë më e madhe dhe më e fshehur nga ne se sa vetdia. Problemi është që shumica e këtyre bindjeve ose besime që i kemi në ndërdije na pengojnë të ecim përpara. Për shembull, në fillim kur je tu mësu me vozit një makinë, je shumë i përqendruar dhe i vetëdijshëm për çdo hap, por me kalimin e kohës vozitja bëhet më e lehtë dhe më automatike dhe e bën pa u menduar. Kjo është për arsye që ndërdia ju ndihmon të mos harroni si të vozisni. Dr. Joe Dispenza thot që vetëm 5% e mendjes tonë vepron me vetdije, ndërsa 95% funksionon përmes ndërdijes. Ai thot që kjo shpjegon pse kur ne dojmë me ndryshu diçka në jetën tonë me vetdije, ndoshta dojmë me humb peshë ose me manifestu më shumë para, ose ndryshu diçka te vetja, ne përpiqem me ndryshu me vetdije. Por shpesh përballim me rezistencën e ndërdijes tonë, sepse kemi një program të fuqishëm në ndërdijen tonë që nuk don me na leju neve me ndryshu, sepse don me na mbajt në zonën e rehatisë. Për atë arsye ndoshta ti mundosh me ndryshu, po e shet që e ki shumë të vështirë, ose të vjen një mendim në mendje që thot, po sot je shumë e lodhur, ose po fillon nesër, kush je ti me bo këtë ndryshim. Do me thonë, vetë ndërdia i krijon këto mendime që mos me të leju ty me arrit qëllimin tënd. Në psikologji mësuam që para se ti mbush një fëmijë 3 vjeç, prindi përcakton shumë bindje, shumë besime dhe mënyrën e të menduarit fëmijëve. Prindërit kanë shumë ndikim të madh në formimin e këtij fëmiu dhe në bindjet që ata kanë mi pas, ndoshta edhe për gjithë jetën e tyre. Natyrisht ka edhe faktorë të tjerë që ndikojnë, por prindërit janë baza kryesore. Për atë arsye, ndoshta ti ki bindje nga fëmijëria që nuk ju ndihmojnë ose nuk ju lejojnë të arrini qëllimet që ju dëshironi. Për atë arsye është shumë e rëndësishme të rikthehen te ato bindje ose te ato besime, te ato mendime dhe ti riprogramojmë. Ndërdia punon 24/7, ajo kur nuk ndalet, dhe i përsërit gjithmonë ato gjërat që ti i ke dërgu. Pra nëse mendoni vazhdimisht që nuk jeni të mjaftueshëm, që nuk meritoni më mirë, ose nëse qëndroni vazhdimisht në emocione negative, ju po i tregoni ndërdijes tuaj të vazhdoj të krijoj këto gjëra për ju. Është sikur të kesh një radio që e transmeton një frekuencë të caktuar. Nëse frekuenca jote është negative, ti do merr më shumë gjëra dhe do tërheq më shumë gjëra negative në jetën tënde. Ndoshta po pyetni, okay,
si mundëm me riprogramu trurin ose mendjen ose ndërdijen time. Diçka që është shumë e rëndësishme për me kriju ndryshime është konsistenca. Për çdo person është ndryshe, për dikon meditimi mundet me funksionu më mirë, për dikon tjetër scripting ose me shkru gjërat, disa herë vazhdimisht mundet me punu shumë mirë. Për mua, personalisht, metoda që funksionon më së shumtit është me ndëgjua afirmimet para se me flajt, para gjumit. Mundesh mi kriju do afirmime të veçanta që janë vetëm për ty dhe me ndëgju këto para gjumit është koha më e mirë, sepse ato bindje dhe gjithçka që ti ndëgjon para gjumit, këto hynë në ndërdijen tënde shumë shpejt. Dhe ju nuk keni nevojë me u mundu shumë, me ndryshu gjërat me vetdije, sepse gjithçka hyn shumë shpejt në ndërdijen tuaj. Çdo mendim që përsëritet shndrohet në një zakon të ri. Se funksionojnë afirmimet para gjumit? Gjatë gjumit, shpërdia i proceson mendimet, ngjarjet, gjithçka që ka ndodhur gjatë ditës. Pra kur ju dëgjoni afirmime pozitive në atë moment, ato përfshihen më lehtë në ndërdijen tuaj dhe i duket mendjes sikur ajo ka ndodhur gjatë ditës tënde, sepse mendja e ndëgjon atë. Mendja jonë nuk e din diferencën mes asaj që është reale dhe asaj që nuk është reale, kështu që mundet shumë lehtë me besu diçka që ti tregon dhe me kriju atë ndryshim tek ti, tek energjia jote, dhe kjo të ndihmon me tërheq më shumë gjëra të mira, sepse ti bëhesh një magnet për ato gjëra. Edhe një teknik tjetër që e kam mësuar nga Bob Proctor është në mëngjes kur të zgjoheni, shkruani 10 gjëra për të cilat jeni mirënjohës, sepse kjo ju ndihmon me ngrit energjinë dhe me qenë në një energji shumë pozitive, por edhe ndiheni sikur jo jeni tash në realitetin që jo dëshironi, sepse ndiheni të lumtur. Pas kësaj, i mendoni 3 persona që mund t'ju nervozojnë ose t'ju bezdisin dhe i dërgoni aty në persona energji pozitive dhe dashuri. Kjo ju ndihmon të liroheni nga energjit negative që ndoshta i keni brenda, që nuk jeni të vetëdijshëm për, dhe shpesh herë njerëz ndikojnë shumë në jetën tonë, kështu që kjo do ju ndihmon shumë. Dhe përfundimisht meditoni për 5 minuta ose për 30 minuta, varet se sa keni kohë. Dr. Joe Dispenza flet shumë për neuroplasticitetin, aftësia e trurit për të rindërtuar dhe për të formuar lidhje të reja në çdo moshë. Ai thot që ne mundëm me i harru dhe me i eliminu bindjet e vjetra që i kemi dhe me kriju bindje të reja, pra me kriju një version të ri të vetës. Kjo është një lajm shumë i mirë, se do të thotë që ti nuk je peng i bindjeve të vjetra që i ki, ti mundesh me ndryshu veten çdo herë. Bob Proctor thekson shumë që mësimi i vazhdueshëm është shumë i rëndësishëm për me riprogramu trurin ton. Ai thot që njerëzit që gjithmonë lexojnë dhe mësojnë diçka të re dhe i përsërisin ato gjëra vazhdimisht, ndryshojnë gradualisht dhe i ndryshojnë programet që i kanë në ndërdijen. Në fakt, Bob Proctor thot që është mirë të lexosh një libër disa herë, jo vetëm një herë, sepse sa më shumë që ti e lexon atë libër, ato ideja do hyjnë më shumë në ndërdijen tënde. Shpresoj që kjo video ju ka ndihmu për me kuptu se si të riprogramoni ndërdijen tuaj. Nëse dëshironi të punoni me mua, doni me më kontaktu në emailin time ose në Instagram, nëse dëshironi seanca private ku mundëm me punu në qëllimet e juaja personale që i keni. Shihemi në videon tjetër. Tung tung!